Edisonat, përshëndes, na trego diçka më tepër si u krye ky eksperiment hetimor. Ju përshëndes, kanë qenë 3 ekspertët, njëri i caktuar nga gjykata e apelit dhe 2 të tjerë ekspert të pavarur, të cilët që prej orës 10 të paraditës së sotme kanë riinskenuar skenën e vrasjes së Pierin Xhovanit, vrasje ndodhur në lagjen 5 maj të qytetit të Elbasanit më 21 prill të vitit 2021. Pavarësisht se kaluan rreth 2 orë ku ekspertët fotografuan dhe vendosën piketa në të gjithë skenën e cila ka ndodhur 3 vite më parë, duket se nuk ka të reja, të paktën të bëra publike me njëherë sa po ka përfunduar një ngjarja pikërisht në vendin ku ne jemi duke raportuar. Të pyetur ekspertët padyshim që janë treguar të rezervuar në dhënien e informacionit, por sipas burimeve jo zyrtare është konfirmuar në fakt se nuk ka detaje të reja sa i takon ngjarjes së ndodhur më 21 prill. Siç e dëgjuat edhe më sipër apo çka kemi transmetuar gjatë këtyre 2 orëve, kjo riinskenimi gjatë ditës së sotme ka ardhur si kërkesë e avokatit të mbrojtës të Arbër Paplekajt, i cili akuzohet si personi i cili qëlloi dhe më tej i mori jetën në shtetasit të Pierin Xhovani. Edisona, më duhet të ndërpres, kërkoj ndjes, do të përcjellim tani një informacion të minutave të fundit sa i takon dorëheqjes. Për ta ritheksuar edhe një herë, ka përfunduar pak minuta më parë edhe riinskenimi i cili u bë gjatë paraditës së sotme në lagjen 5 maj të qytetit të Elbasanit, siç e theksuam edhe pak më sipër, 3 ekspertët të cilët u ndodhen në veçarje dhe rikrijuan edhe një herë skenën, në përfundim janë treguar të rezervuar në dhënien e informacionit, pasi duke qenë se është një riinskenim i cili ka ardhur me kërkesë të gjykatës së apelit, të gjitha materialet e dokumentuara do t'i paraqiten gjykatës së apelit dhe në përfundim ndoshta do të ketë edhe të dhëna publike. Por sipas burimeve jo zyrtare nga grupi i hetuesve të cilët gjithashtu u ndodhen në vendin e ngjarjes, mendohet se deri në këto momente nuk ka asnjë detaj të ri i cili mund të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve të cilat fatkeqësisht përfunduan me vrasjen e shtetasit të Pierin Xhovani më 21 prill të vitit 2021. Riinskenimi gjatë ditës së sotme ndodhi për rreth 2 orë, ishte disi më ndryshe krahasuar me skenën e cila u bë pak kohë më parë, pasi më herët kujtojmë që në vendin e ngjarjes ishin të pranishëm të gjithë eksponentët të cilët u përfshinën në ngjarjen e rënë të 21 prillit, përveç autorit të vrasjes Arbër Paplekajt, të gjithë personat e tjerë ishin në vendin e ngjarjes për të dhënë sërish dëshmitë e tyre dhe për të ndihmuar grupin e hetimit në ndoshta zbardhjen e elementeve të rinj. Por një lloj si gjatë ditës së sotme nuk ka pasur detaje të reja sa i takon zhvillimeve apo kërkesës së bërë nga avokati i Paplekajt, ku kryesorja ishte edhe zbulimi i këndit të qitjes. Detajet mbeten për t'u marrë vesh gjatë seancës së radhës, e cila do të mbahet në gjykatën e apelit. Të falenderoj për gjithë raportimin e drejt për drejt.